fillimisht do të flasim për vizitën e ministrit të mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias, në Shqipëri, një vizitë jo shumë e lajmëruar më parë në media, por vetëm ditët e fundit, pothuajse e papritur pas vizitës së kryeministrit në forumin e Delfit pak javë më parë në Greqi. Ndoshta një kthim vizite, ose më shumë se kaq, sipas mediave është interpretuar edhe për faktin që ka ardhur si interlokutor për çështjen e detit, duke qenë se më parë ka qenë ministër i jashtëm në një dokument çështjen, pra më shumë se sa për mbrojtjen ka ardhur për kufirin detar. Në një situatë krize politike në Greqi, ndoshta për të përfituar edhe vetë politikisht, disa sipas mediave greke shikojnë edhe si pasardhës të Mitsotakisit, por për të ndalur tek situata aktuale, do të analizojmë vizitën me profesorin e nderuar Sazan Guri. Profesor, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje. Është kënaqësi që të fitojmë një tjetër bisedë bashkë dhe të përfitoj nga rasti që t'ju falenderoj edhe në emër të publikut tanë për bisedat e mëparshme. Komentet e tyre mjaft pozitive për qasjen tuaj, që keni mirënjohje të shumëfisht. Po, faleminderit. Profesor, për të ndalur tek vizita e ministrit grek, që duket se ka rënë thella këtej nga ne, nga Vunoj, nga kryeministri. Por çfarë duhet presim nga kjo vizitë? Ju tani një mirë çështën e detit, keni folur shumë më parë edhe në media. Me këtë që flitet deri tani, din që na vin kufiri në Saran, po vajti çështja në Hag apo në Hamburg? Jo, kufiri vjen në Vermi, në Karabruh. Në çështja që do vej në Hag, edhe një herë. Nikos Dendias vetëm sot i ka greke, se për qenë shqiptar. Po ata njerëz që ndrojnë emër mbi emër, i fshtojnë nga një së, nga ata rrudi. Dhe nuk mendoj se është një vizitë me një qëllim pozitiv. Ardhja e tij në joja kthim vizite mbas asaj që u thatë Delfit, forumi Delfit, ai vjen në rolin e një negociatori, i cili e ka pas filluar që kur ishte ministri i jashtëm, pikërisht marrëveshjen e detit, dhe vjen për ta quar, vjen si ministër mbrojtje, por në fakt qëllimi i tij është, sepse edhe mbrojtja është fundit territori mbrojtje është, sovranitet është. Siç është toka sovranitet, është edhe uji i detit apo i lumit apo liqenit sovranitet. Kështu që në kuptim, ai vjen në rolin e ministrit mbrojtjes, po dyfisht edhe në rolin e iniciatorit apo e zhvilluesit të një marrëveshje me palën shqiptare, që po e qojnë në Hag, dhe turpi i madh është që nuk qojnë një mos marrëveshje në Hag, po janë duke quar një marrëveshje. Pra vjen për të bërë një marrëveshje, të cilën kanë rënë dakord të dyja palët, zoti Rama dhe ty Dendiasin apo dhe pala greke, kanë rënë dakord për ato që duan t'i bëjnë Shqipërisë, dhe e qojnë të marrëveshje për ta vullosur te Kadiu, që është Haga. Sepse fare mirë mund të ishte Hamburgu. Fare mirë mund mos qohesh fare. Sepse në këtë libër që unë kam bërë pikërisht kushtuar kufive të detit, libër ku u deturova për shkak se në 2011-2012 shumë admiral shqiptar më thoshin kaj duhet dish. Edhe më trajtonin si një inxhinier mjedisi. Që kaj duhet dish, i thoshin ata. Që duhet ty? Ndërkohë që unë kishte interesimin e atij misioni që kam, mbrojtjen e vendit. Ore, dua vendin tim, të kesh trup të thuash që dua vendin, të kesh trup që thuash jam patriot, nuk jam nacionalist, po edhe sikur nacionalist që na bëjnë të jemi dhe nacionalist. Na deturojnë të jemi nacionalist, përsëri nuk është keq. Sepse për vete, grekët e mbajnë vete nacionalist, francezët e mbajnë, anglezët po se po, amerikanët vrasin. Po që se nuk i thua amerikanët, i thua diçka tjetër. Nësa neve është turpi i madh të themi që jemi komba shqiptar, jemi patriot, jemi nacionalist, turpi i madh. Ndërkohë që e mbaj vetëm për kenari, këtu kam që nga vëllezërit e Sibit, e lart e gjyshit, ja shikoja dy trashin atje, edhe si mos jam për të gjithë shikuesit në muzeun tuaj në Berat. Po, jam në muzeun në Berat. Dhe nuk mundet të burojnë ndjenja të tjera. Pra kthemi ke çështja. Këta qysh në 2008-ën, dihet parlamenti i atërshëm, dihet e majoranca e atërshme. Basha me Dora Papajanit. Motra e kryeministit.
Arbanitas edhe ajo. I thoshte i jati e kam gruan Arbanitas e i thoshte edhe është kokforte nuk bëj dot ndryshe nga ajo. I jati, mi qëtajqës. Nuk bëj dot ndryshe, se kam kokforte thoshte. Po tha ajo tha, pra është emision televiziv. Pra janë Arbanitas edhe këta. Po pyeti, e pranojnë? Jo, s'ka rëndësi dhe kjo, është tem tjetër. Dhe këta hoqën këtati të mallkuar të quaja unë. Ajo që sot është opozitë, atëherë ishte pozit 2008, ku dihet e kryetare e kuvendit, dihet edhe kryeministri atëhershëm, hoqën hapësirën territoriale të sipërfaqes detare, që është tona, që është e padiskutueshme pra. Hapësira territoriale. Nga Karabruni deri në Tongo. Ne nuk kemi një vi që të thuash kjo është e paprekshme. Që do të thotë që hapësira jonë territoriale futet në shumatore për ta ndarë për zonën ekonomike ekskluzive. Se po ta kishe do filloje numrimin apo matjen ta filloje nga hapësira territoriale, ajo është e padiskutueshme, është jotja. E dhënë nga duashti, nga historia. Pra, këta e hoqën. Arritën doni të bëni një marrëveshje Korfuz-Sarand me mesore, ku matja në Korfuz ishte krejt ndryshe nga matja që bënim neve. Ne bënim me gjirje të mbyllura, ata e bënin me kepe nga Filipistuni deri në ku duashti. Pra janë tre lloj, ndarja e barabartë, ndarja e drejtë apo me vijat barabarta, si është, ju e dini më mirë profesor. Ja dhe libri këtë thotë. Kufit detar midis ekitisë, drejtësisë dhe ekitia në këtë rast është një drejt morale, një drejt barazije, njohja me pikë të ponderuara të historisë së një vendi. Njohja që pavarësisht që unë mund të kem njohuri të ulta detare, për shkak se jam shtet kontinental dhe ata janë shtet arqipelagu, ka njohuri më të larta, po kjo nuk do të thotë që ata të mundohen si e si të na jellin. Ata vinin me arta anglisht dhe greqisht. Neve nuk kishim arta që shkonim në debate me ata. Neve kishim general në atë kohë që u zbulua që në një farë mënyrë bënte lojën e politikës jo të teknikës, teknalitet, po bënte politikën e kryeministit të atëhersh, të cilën në fund fundit kryeministri aktual që ishte opozit atëherë e holli në një proces gjyqësor në kushtetuese dhe kushtetuta votoi 8-0. Do të thotë që ajo marrëveshje Korfuz-Sarand u bë nul. Çfarë donte ky kryeministër nga opozitë që kthehet në pozit, majorancë, çfarë do ky që e reaktivizon këtë marrëveshje. Dhe nga 2014 deri 2018 ju e dini mirë që ka qenë një delegacion shqiptar me një përfaqësi, me një mandat nga presidenti. Bushati me Kociasin. Eksakt. Dhe deri 2018, prandaj dhe Bushati u largua, sepse e detyruan të bënte ndryshe. E detyruani që t'ia ngulte vendit vet. Ai e kuptoi këtë lojë të rrezikshme dhe kjo është arsyeja që iku Titmir Bushati. Dhe në 2018 edhe këtej, komisionin tonë e udhëhiqte zoti Fuga dhe zoti Rama, pa pëlqim parlamentar, pëlqim qeveritar, pëlqim akademik, pëlqim pedagogjik, pëlqim qytetarësh, pëlqim besimesh. Pra, presidenti Meta nuk dha autorizimin. Eksakt, pra nuk kemi pa pëlqim presidencial, shtat gjëra. Që do të thotë nga ana tjetër, pala greke, i kishte gjitha këto pëlqime. President, besim fetar, studenta, qeveri, ata janë unifikues kur vjen çështja për ata e kishin parlament, qeveri gjitha. Ne nuk e kishim. Dhe nga 2018 dhe sot lot vetëm një që quhet Edi Ram. Unë s'kam që me Edi Ram, po nëse ai shet vendi, sigurisht që kam. Sigurisht që kam. Sepse herë duke shitur në çdo detaj këtë vend. Dhe vim ke marrëveshja te pyetja juaj. 2018 sot neve kemi disa ngjarje ku kryeministri i atëhershëm grek Tsiperas, edhe ai Arbanitas Zaid. Tsipra i thon Rakis, familja e tij bën Raki që e shiste. Edhe ngelen mbi emrin Tsipra, që thon Rakis, Arbanitas Zaid. Dhe ai pohoi apo vendoi në parlamentin grek në orën 10 fiks vendoi që ne do ta çojmë atë distancën
që quhet ajo 6 milja, ta quajmë 12 milje. Dhe në 2 minuta ishte kryeministri jon që pa e diskutuar, pa e parë, ose sikur diplomatikisht. Si mundesh ti në 10:01 ai 2 minuta ti që ne pranojmë 12 miljen e matjes ku fillon matja e shtetit përkatës në atë rast Greqi? Si mundet? Dhe ndërkohë që ai do të hante kohën e pjekurisë nga OKB-ja, nga shtetet e Anklosit. Anklosi është United Nation Convent Law of the Sea. Anklos. Pra, janë këto shtete pjesëmarrëse në Anklos që do të jepin këtë leje, apo këtë model, apo këtë shembull nga 6, kalimi nga 6 që njifet hapësira e shtetit në 12 milje. Dhe Greku donte që ta bënte këtë 12 milje, ta bënte si casus belli, ta bënte për rastin Turqe dhe Liban. Ndërkohë që Turqia një vit përpara, kemi diskutuar bashkë në duket, nuk e pranoi këtë 12 milje, që na bën neve që të jemi të vëmendshëm. Po, e rikthye tani këtë Turqisë, profesor, se pak ditë më parë, media turke njoftuan që Erdogani po planifikon që të bëjë një shtrirje 200 milje. Tani, pas atij lajmi 2 javë më para, erdhi Dendias në Tiranë. Mosdoshta do ta mbyll shpejt e shpejt këtë që ta përdorë. Je shumë i mençur. Do që ta përdori casus belli, do thotë që Greqia bën një rast historik, dhe këta e përdori që unë kështu e kam thotë, edhe me Shqipërinë, unë ta bëj me një shtet tjetër, do me Liban, me Egjipt, dhe thotë që unë e kam bërë me këto pse mos ta bëj me ty. Po do të jeti shara ngosh me Turqinë. Sepse është e pa drejtë ku e pa diskutuar në shtetet që janë pjesë të kësaj konvente. Është konvente e detit. Dhe unë prandaj u bëra jurist për 2 arsye. Jam bërë pikërisht për të futur në thellësi të kësaj marrëveshje, për ta kuptuar që është Anklosi, që e kam lexuar anglisht, jo një herë, po 10 herë. Që kam lexuar shelfin detar ku në 1945 presidenti amerikan Truman shpiku që kjo është timja, thaj. Shelfi detar, thaj, nga kjo deri këtu, thaj, ku deti thyet, fundi detit thyet në slop ose në shpat, kjo është hapësira ime, thaj. Nuk pyes thaj për. Edhe nga aty lini koncepti shefit detar, që sot e aplikon çdo shtet. Pra, u futa aq thellë sa arrita bëra librin e parë, Kufit e detit midis etikisë, historisë dhe drejtësisë, dhe bëra edhe librin e dytë, që është ky që sapo e tregova, por nuk ka rëndësi libri, se nuk po bëjmë biseda që unë bile e palë të libër, vetëm të lexojnë shqiptarët, vetëm të dinë kush janë shqiptarët, vetëm të dinë se çfarë po ju ndodh shqiptarëve, pra, edhe kjo është pasioni apo misioni im. Dhe vim kjo që kam zbërthyer këtu, janë 3 pjesë. Pjesa e parë është çfarë fshihet nën patkojnë, unë e quaj Korfuzin patkua, se atë formë geometrike ka. Dhe pyetja e parë është, dhe shpjegimi i parë, dhe kapitulli i parë imi më i rëndësishëm është çfarë fshihet nën patkojnë e Korfuzit. Fshihet naftë. Për fat, unë jam inxhinier nafte, për fat kam punuar me Hamilton Brother, kompania amerikane që kishte nga Sazani deri në Korfuz perëndimin e Shqipërisë, që bënte aty që kishin neve të tash hapësirë detare tonë. Brenda kësaj hapësire ne bënim peshkim. Neve kemi hapësirën ajrore brenda kësaj hapësire. Ne kishim hapësirën e faunës detare në brendësi. 3 komponentë. 4 komponentë janë, të lutem. Është hapësira ajrore, është sipërfaqja ujore e navigacionit, është hapësira e thellësisë ujit, që është 1000 metra, 1200 metra, 800 metra thellë. Është hapësira ujit, gjithë ai volum uji. Dhe edhe është hapësira nën tabanin e detit. Pra janë 4 hapësira. Dhe kjo hapësirë territoriale jona i kishin të 4 këto tonat të paprekshme. Këta e prekën ti. E hoqën këtë kufi turp i madh. Kryetare e Kuvendit atëherë në 2008 në gjë vetë kush është, dhe ajo që sot është opozita atëherë ishte pozit. Dhe ky që ishte opozita atëherë që çoi gjyq dhe fitoi, sot kthehet në një problem shumë më të madh. Sepse nëse në kohën e Berishës, marrëveshja ishte Saran-Korfuz, u mbisje 15 km2, në këtë marrëveshje, sipas profesorit Metalla, profesori i navigacionit në Universitetin e Durrësit, Osman Metalla, në këtë marrëveshje ne u mbasim 324 km2. Shumëzoi për hapësirë ajrore,
për sipërfaqe ujë, për thellësi ujë dhe për taban nën taban si bie për volume shkëmbor nën tabanin e detit, i thon 4.324 u mbet sovranitet Shqipëria. Që do të thotë që 2018 e lash bisedën, nuk ka më mandat presidencial. Diskutimi i kësaj marrëveshje është pa mandat presidencial, qeveritar, parlamentar, akademik, pedagogjik, studentor, qytetar, shkencëtar. Orës jam akademiku më, nuk jam akademik, antar i akademisë, po jam një lloj shkencëtari më vllai që di se çfarë fshihet nën Korfuz. Fshihet pikërisht kjo figurë që urdhoni, kjo figurë që urdhoni, vetëm urdhoni e gjeta, urdhoni. Adej, urdhoni. Kur e do një gjë, që fshihet një figurë ku Korfuzi është për nga pikpamja e naft gazmbajtjes i gjetë atyre zonave që kemi në naft gazmbajtje. Zonave të Kemenar Beratit, zonën e Sarandë Delvinës, kur e do ndonjëherë, po urdhoni. Urdhoni, lutem, urdhoni. Kjo është hapësira territoriale, hapësira detare. Shikoj, ja kufili i Shqipërisë. Më duhet një laps, po më duket se e kam. Më ndjek? Ja kufili i Shqipërisë. Ja hapësira territoriale, detare. Nga ky kufi deri këtu. Dhe nga ky moment tash, 2008, kjo hapësirë deri në Tongo, deri në Butrin, kjo hapësirë këtu, kjo është hequr në 2008. Ndërkohë që e kemi hapësirë territoriale marrëdhënie me Italinë. Nëse kjo e hequr qëllimisht për t'i lënë shkak një ndarje ku pala greke fiton që në matjen që bën ajo me kepet e hapura, po i them kështu shqip, ne e bëjmë me gjire të mbyllura, matja e parë që bën ajo, fiton direkt, se lidh majën e një cepi në jug të Korfuzit, e lidh me majën e një kepi në veri të Korfuzit, i fut një vi ajo që quhet median, një vi mesatare aty, i fut, dhe ajo fitoi gjirin e madh të saj të hapur. Nësa neve e masim nga Saranda ke porti porti Sarandës, nga porti Sarandës ke gjiri filan, nga gjiri filan ke Kakome, nga Kakomea, pra e masim dhe ne unë basim. Kjo është humbja e parë. Humbja e dytë është që ai e kam hapësirën territoriale, ne e kemi të hequr, ne s'kemi hapësirë territoriale më në marrëdhënie me palën grek, me shtetin grek. Gjithë hapësira nga Karaburuni, Sazani, deri në Sarandë, ne e kemi bërë nul. U bën 2. Ai fiton nga 6 milje, kaloi në 12 milje. Pra, për të llogaritur zonën ekonomike ekskluzive ai nuk mat nga bregu i qëndrueshëm që është Korfuzi, të masi 6 milje dhe aty fillon llogaritja ekonomike, llogaritja logaritmike, aritmetike, matematike, çfarë dush ti pra, gjeometrike, gjeodete, të filloj llogaritja mbas 6 miljeve, të filloj ndarja e përbashkët, jo t'ja imja. Pa ai e fillon mbas 12 miljeve. Sepse vetë deklaroi 12 milje dhe aty fillon ai llogaritën ekonomike, matematikore etj etj. Futin xhep 6 miljet, bën 12 tani. Edhe fillon ai ma dhe vjen dërmi ai. Vjen përballë i marr. Populli thela për mi bishtin tani se ata e morën. Tani ai nuk e fillon matjen, ta filloi nga Korfuzi si tokë e qëndrueshme, sepse ne jemi tokë kontinentale. Nga Saranda deri në Karaburun ne quhemi tokë e qëndrueshme, tokë kontinentale, tokë e banueshme, 3 milion banor, 10 milion banor shqiptar, ata që janë shpërndar, por kanë tokë këtu, kanë truall. Pra ne quhemi 10 milion. Dhe ne nuk mund të krahasojmë 10 milion ku do ai të mathi, ku ai do të bëj fillimin e matjes që është Othanoi ishu. Pra, jo vetëm që bën nga 6-12, fiton 6 milje direkt në hapin e parë, jo vetëm në marrëdhënie me Sarandën bën matje të ndryshme, ai e bën ndryshe, ne e bëjmë ndryshe, Sarandën me Korfuzin. Jo vetëm që nuk e mat nga Korfuzi, po e mat nga Othanoi, edhe ai vjen për të ndarë këtë hapësirë ekonomike ekskluzive, edhe këtu është fitimi i tij.
që e mat nga Othenoj edhe vazhdon ndan zonën ekonomike ekskluzive me Imarën, me Dermin, po unë kam as hapësirë mbrojtëse. Timen, të kem si është ajo që ku futesh në tender, futesh ti tender pa kërkuar dhe ke bërë një projekt tendin dhe ti ke 10 pikë, merr në tender ti merr 10 pikë. Pra, unë që kisha hapësirën territoriale detare, e kisha timen, unë s'marr asnjë pikë. S'kam fare, e ndaj atë unë. E ndaj në rrugë logaritmike, e ndaj me këtë hapësirë që krijohet në mënyrë matematikore mbas 12 miljeve, mbas Othenoj. Do të thotë që ai vjen përballë Karabrunit, e pushton edhe Dermiun, e fut në klap Dermiun tok. Detin përballë Dermiut e fut të vetën ai. Mirë po, nuk ndodh. Se ty po e them për herë të parë, që në një shtet të botës, via bordi i një shteti, bordi kontinental i një shtetit, të ketë përballë det të një shteti tjetër. Pra, qoftë unë e kam bord kufime, Sazan Tongo, do të thotë që përballë vetës, unë duhet të kem det të timin, det shqiptar. Aq më tepër që në Venecia, në kohën e Venecias, Adriatiku që është det shqiptar. Adriatic Mare Albane. Aq më tepër në kohën e Turkut që është det shqiptar. Jaltrëm Adriatik që është emër mbreti shqiptar, por në shumë shekuj për ne duhet historia. Sepse me anë të historisë unë nxjerr konkluzione për të tashmen. Sepse është turpi i madh që ti populli i përsëritet, kemi bërë disa emisione historike bashkë, i përsëritet historia tragjike e ndodhur 100, 200, 2000 vjet përpara, dhe kur i përsëritet për shkak se nuk e njeh populli historinë e vet, dhe kur përsëritet për herë dytë është tragjike dhe komike, është e përqesh, është e turp, është e jo dinjitoze. Që historia përsëritet për herë dytë, i njëjta skem, që grekut erdhën në 913, vranë e prenë në përmet Sarand, ku duash ti, dhe nëse ti nuk i njeh këto gjëra, nuk i thua këto gjëra, vranë e prenë 45, në 44. Qamte e Epirit. Pse ishte thjesht besimi musliman. Vranë e prenë në 45, edhe janë gati edhe sot, po ti kundërshtosh. Edhe të vrasin dhe sot, po mënyra tjera më të kamufluara, ose rëmbenin atëherë, rëmbenin dhe sot, sepse thot i malli studius francez, çfarë është Greqia? Një shtet që nuk ngopet me aneksime të heronjve të historisë të tokave të Shqipërisë. Nuk ngopet si shtet, duke aneksuar histori, mitologji, heronj, vazhdo gjuhë, vazhdo tokë, vazhdo kombe, vazhdo njerëz, pra pa fund. Dhe në kuptim udhimi që ka bërë zoti Dendja, ky shqiptar i kthyer në edhe kur kthehen ata janë më të rrezikshëm. Kur kthehen janë më të rrezikshëm dhe besoj se këta të dy, Rama dhe Dendja, sigurisht palash greke dhe palash shqiptare, i përfaqësuar vetëm nga Rama në të rast, çojnë në Hag marrëveshje morti i dashur gazetar. Se të qojnë një mosmarrëveshje që neve nuk po bjem dakord, neve po jemi gati për luftë, ne po zihemi, ne s'po kuptohemi, kur të gjitha shtetet e botës, me përjashtim të një rasti, që është Afrika me Madagaskarin, që ka shkuar në Hag, një rast ka Haga, unë e kam tu të trajtuar. Pra vetëm një rast ka shkuar? Vetëm një rast më bujë jo, ose s'kam syze. Ju besoj, profesor. Jo, vetë inshallah detin Hag, detin Hag, vetëm një rast më bujë dhe jo, ku Haga ka provuar se si mund ndahet me ekiti dhe ndau. Afrikë Madagaskar. Po pasaj fillojnë Angli Danimark, Angli Norvegjit, Sloveni Kroatit, Rumani Ungari, Amerikë Kanada, Itali Marok me Lampedusa, Greqi Liban, Greqi Turqi, vazhdo janë pa fund. Asnjë rast nuk ka shkuar në Hag. Bila as në Hamburg, që duhet shkonte fillimisht në Hamburg. Se Haga është... Profesor, Haga nga Hamburgu. Haga nuk thesh do mbrapsh. Nuk thesh. Po, Haga është Kadiu, kur ta ashu Kadiu. Ke djuar. Kur ta ashu Kadiu, s'ke qa bën meti. Edhe punë e Hagës. Dhe fare mirë mund shkoni në Hamburg. Bile fare mirë mund mos shkoni fare. Se është turp ti me një marrëveshje, ti shkon me një marrëveshje, do më pyesëm duket, më pyet.
Po, profesor, do të pyesja, po një shtet mik i tretë me të dy miq, mund ta ndante këtë? Këto ndahen me historiti, ndahen me ekiti, pastaj ai të thot ekiti thotë, ekiti është barazi morale, çdo thot ekitia. Tani nuk kërkojmë barazi morale tek ata që u thot pak më lart që dakord po ti, janë pikërisht koha e pjek ekitin. Studimet kur ti futesh në forca barabarta me njerëz të ditur, ti nuk ke komision. Atje ulen 40 profesora me mjekër, në palën ulen mbas rreshtit parë profesora historian, ulen 40 inxhiniera naftë. Për shembull, me Italinë ishte rreshti parë me admiral, rreshti ke neve ishte me admiral, ne kishim Vladimir Berën e të tjerë, rreshti parë ke ne, por rreshti dytë ke ne ishte Bosch. Nësa rreshti dytë me palën italiane, ishin 40 inxhiniera të naftës, të Enelit. E njëjta gjë edhe këtu. Të fakti që vjen që nafta në Korfu, ai është gjallëruar shumë në 2014-15 në kohën e Ramës, jo vetëm që Rama i mbështet ata, por gjallëruar për shkak se u gjet naftë në Izrael, në Libi, pikërisht në struktura të tilla. Edhe pikërisht në marrëdhëniet e ndarjes të kufive. Edhe thot, si kam atje, kam edhe këtu, dhe pak ka drejt që Korfuzi për mua, si inxhinier gjeolog, për fat, që tash kam punuar me Hamilton Brothers, kam bërë interpretime të gjithë hapësirës detare, unë e kam problem dorës. E njoh kështu si sigurisht 50 vjet, ku më tha një djali, po pse i mban mendje tash ti futem prap gjeologjisë, rreshqitjeve të tokës, rreshqitjeve të dheut, kërkimeve të naftës, jam i gatshëm, bile jam më i përgatitur për shkak të eksperiencës apo pikuria që vjen nga pikuria mendore që vjen me moshën. Pra, ata e zbuluan që ne kemi përballë Sarandës, kemi naftë nën Korfuz, e cila është naftë e cekët, dhe është thellësi jo e madhe, sepse në thellësinë e madhe përballë Marës, ku deti është 1000 metro, dhe struktura është sinklinari temin e Bosch, pa struktura naftgazmbajtëse, aty nuk ka naftë. Nësa kur fillon edhe drejt jugut, ky basen pelagjik i përballë i Marës dhe Ermiut, kur fillon, ai fillon e ngrihet. Dhe në Korfuz nën të ka strukturat janë vazhdimi i strukturave të Sarandës, të Delvinës, të Sasajt, dhe janë që të gjitha janë naftgazmbajtëse. Kështu që në të kuptim, ai pa këtë lloj pasurie që ka në patkojnë në thundrën e kësajt e Korfuzit, dhe u rrit interesi për bile ata kanë shpallur bashkë me një kompani amerikane, kanë shpallur dhe kanë deklaruar se do fillojmë shpimin. Po Exxon Mobil, që më duket në mos gaboj kanë filluar shpimet që para 2-3 javë, ne kemi bërë bisedën parë. Da, tre fillojnë shpimin ata. E fillojnë që me një kompani amerikane për të thënë që shqiptarët e duan Amerikën, edhe gjithmonë futet Amerika në lojë. A i diti marrëveshjen e gazit lëngshëm nuk është se po kalojmë nga bisedë, po janë të lidhur. Po energjia. Janë të lidhur. Marrëveshjen e gazit lëngshëm, të erdhi ambasadorja amerikane e Greqisë në ato minifunde, edhe bëri këtë bisedën private, dhe kryeministri nxori para 2 javësh vendimin që në Vlorë do ngrejmë terminalet gazit lëngshëm. Me kompani amerikane, me shtetin amerikan, a e diti që shteti amerikan nuk ka pjesëmarrje as pak aty. A e diti që marrëveshja nuk ka firmë për shtetin amerikan, për palën amerikane, firma është Greqi-Shqipëri, ndërsa kryeministri pa pikë turpi thotë që kemi pjesëmarrje shtetit amerikan, ku ai Trumpi apo qeveria, departamenti Dashi, le të themi, departamenti amerikan i shtetit nuk ka pikë dienie për të gjë, se po të kishte do kishte firmosur. Pra, përfaqësohet zëri i mashtrimit me anë të një ambasadore amerikane, që dihet botërisht që gjithë ambasadorët e fundit në Shqipëri kanë bërë thakma. Ja pashte një amerikani, një grup amerikan para 2 orësh. Thakma, që nga Arvizuja që do sillte armë kimike, që nga Luja që donte naftën t'ia ulinte kompanisë kanadeze amerikane, që nga kjo që solli generatorët e detit, kjo e fundit Korane e Ugore, kjo misi që ishte kjo, edhe Nurikim po Kimetja, dhe edhe akoma s'kan sjellë ambasador, sepse duan masë i ka vart menda sjellën një sak. Tani kanë plan një general po. Kanë plan një po, dhe ky tani kërkon që
të bëj pikërisht një terminal të gazit lëngshëm, gazit ja I gjeta dhe figurën. Shikoni, këtu është brezi Beratit me naftë, Shpiragu. Ky është brezi Patos Marinzës me naftë. Ky është brezi Sarandës, dysh, ky është Katra Treshi dysh me naftë. Dhe Korfuzi nuk ka asgjë veçantë nga këto linja, sepse ka objektin që mban naftën, glicërorin, karbonatin, ka objektin që shërben si mbulesë, frishin, që e mbulon, që unë kam vërtetuar në studimet e mia me shumë gjeologë të tjerë, se gjeologjia puna nuk është kur vetëm, është me shumë kolegë, me shumë punë me grupin që unë kam drejtuar disa herë në kërkimet e naftës në det, disa herë, jo një herë, po disa herë, dhe kam vërtetuar që struktura e Korfuzit, në kështu themi, strukturë antiklinale e Korfuzit, nuk ka asgjë ndryshe nga strukturat naftgazmaqet tona. Prandaj ata kanë kuptuar që nën Korfuz ka naftë. Prandaj dhe intensifikuan marrëdhëniet e marrëveshjes së detit me Shqipërinë. Dhe Edi Rama në vend se të përpiqet të pyesi inxhinierët e naftës, ore ka naftë apo s'ka naftë? Ore ta lëm 6 mile edhe ata fitojnë dhe ne fitojmë. Ore ta bëjmë atje nga Korfuzi dhe jo nga Othonoidi, sepse Othonoi është një ishull I paqëndrueshëm. Othenoi banohet nga 200 banor pilurian, piluri, nga fshati Aleksandër Qips, pilur. Ngellën Çoben me dhej atje në 1920, kur e mori për herë fundit të ishull, që u nda Sazanin ngeli neve edhe ishulli ngeli Greqisë, italianët që gurmuan shumë, pasi u hodhën det luftën e Vlorës, edhe ata I lanë ishull për Greqinë. Ç'ne ishulli Othenoi, që është përballë Marës. Kur Eduard Liri, piktor anglez, në 1854 a 44, piktoron The Land Dominate the Sea, piktoroni Marën nga sipër dhe përballë ishull. Edhe piktura e ka titullin The Land Dominate, mbizotron detin. Dhe unë do zoti e gjej për një sekond, The Land Dominate the Sea, urdo. Kjo është piktura. Dhe është bardhëzi në fakt, ku e bërë nga Eduard Lirë, edhe thot, toka dominon detin. Thole, pra, si mundet ky ishull? Mirë që ne I morën. Ishull 100 vjet përpara, 920, me 200 çoban pilurian. I zuri vera aty ata, verimi. Mirë që ne I morën. Po tani kërkon të bësh një matje jo nga Korfuzi I qëndrueshëm që ata shkaqer, po nga Othenoi dhe të na bish në Karaburun, dhe pastaj të heqësh një tërthore që të marrësh Dermin, që cilë është një vendim tjetër, VKM, që unë ndihem grek, dhe po të pyetësh Dermia si ti, me mbiemër Koka, me mbiemër Generali, me mbiemër Zotej, me mbiemër Gjini, Gjoni, Marku, të gjithë nga krujat, nga Mirdita. Kokën e kanë bukur, si punë e jote, si punë e ime. Kokë Pellaski, Adne Pellaski, gjithë ata ti. Edhe I thot, unë jam grek. Pastaj në fund fare, pasi jem poshtar në kulturë, edhe më thamë, faktaj më ka thënë gjyshi thaj, që ne jemi lekaj jemi, Aleksandrej, lekaj mak, më ka thënë gjyshi thaj që ne jemi nga kruja thaj. Po pëse më lodhe di mua? Po ja thaj dosha edhe për qa për 300 euro. Pra, gjithë ta të shi, Dermi I Marti, tani kalojmë nga plani grek për në det e plani për në tokë. Mirë, ta mbyllë në planin grek. Këta vend tash me marrëveshje, nuk vjen me mos marrëveshje në Hag. Greku sigurisht duke qenë shtet archipelag, duke pas ministri detare, ka më shumë miq në Europë të shpërndar që bëjnë lobby grek. Ne jemi shtet që nga një shtet I madh 10.000 vjet u kanë nisur në shtet mesatar me Ilirët, pastaj jemi në një shtet shumë të vogël dhe kërkojnë të na zhdukin parë më tash. Dhe Hagën ti e ke noterizim, kemi bërë një konferencë kombëtare, edhe ne e quajtëm noterizim I humbjes. Kemi vajtë ke presidenti, ja këtu për shembull, duke dalë nga presidenti Meta, I cili I thamë që kujdes me marrëveshjen e detit, po duhet lozësh rol. Edhe në bile na u shpreh edhe që këto janë na u shpreh që me Grekun duhet patu kujdes, na ka thënë zoti Meta në atë kohë. Këto janë firmat e konferencës që kemi mbledhur, janë pafund firma të tilla dhe konferenca është e tillë që Haga noterizimi I humbjes. Pra Haga është një noter I madh, I cili vulos humbjen dhe pa diskutueshmërinë e kësaj marrëveshje, që nuk është mos marrëveshje, po është marrëveshje, është turp I madh,
Profesor, që ti bie dakord. Tani ne do shkojmë, jemi nëse shkon në Hag, më kej se 2008 apo tek 2008? Po 2008 humbje, falënderoj për pyetjen. Humbje 15 km2. E pushtoi Batista atë gurin e atë shkembin e Barletës apo nuk e pushtoi. Ai bënte matjen që tash prap kep me kep në Korfuz. Edhe fitonte 100 matje ai. Sa ti bëje nga Saranda, nga shkemi i Sarandës deri ke Pllaka, pastaj nga Pllaka deri ke Porti Emerald. Tjetër, ti nuk respektove në Sarandë atë që quhet ekitia, që do të thotë që Saranda është port historik. Ti që në pamje të parë, nëse do jenë 50-50 e drejta, ti nuk do jesh 50, po ti do jesh 52. Sepse 2 pikë ti jep, ti qenë port historik, nësa Korfuzi e shkem, s'ka gjara Korfuzi si Saranda, ne kemi Butrindin, ne kemi gjimë në Saranda, është onehezmi, pra do të merje pikë që në ndarjen e parë, pastaj do bëjë ndarjet barabarta, si që bëjë unë gjiret në mbyllura, ose gjiret apra, da bështet janë dhe gjiret në mbyllura ose gjiret apra. Pra, ne humlim 15 km2 si pas logariteve që janë bërë në atë kohë. Ndërsa këtu humbim 324 km2. 15 R4 hapësira i thonë 60, sa këtu i thonë 324 R4 i thonë 1424 km2 që humbim neve. Por nuk humbim vetëm kaq, po humbim të drejtën që pjesa, tash nuk e pyetja e dytë, e di unë, që pjesa toksore për balti deti, që ai e merr detin, pjesa toksore tani, që ai po e përgatit me VKM për të qenë si ndjesh, për të bërë prefekturën Dermi i Mar deri në Konispol, për ta bërë një prefekturë, për ta bërë një nahie, ku ka Finiqin brenda, ka Delvinin që i quan minoritar, ka Drovjanin që i quan minoritar, ka Imarin që i quan vetë minoritar, pavarësisht se janë, se po t'ishe Imara greke, si erdhi ky gjoni i Skënderbeut, Nipi, erdhi, gjeti Krutanët, i gjeti në Imar, edhe Imariotët, pa i strimat, dakor, s'tem gjën. Po t'ishte Imara, t'ishte greke. Po si vajtin këta Himariot luftuan në Kainin e Malit, në Peloponez, në More. Luftuan sepse ishin ngritur vdesit e tyre Albanitas. Sepse kryengritja revolucionit grek është 1830, po jemi 821-830. Është kryengritja Albanitas kundër pushtimit otoman, për të fituar pavarësinë, pra ishin shqiptar. Dhe Andreuçi, Himarioti, shkoi për ndihmu vdesit e vet. Si të vej, ai nga Borçi shkoi ndihmoi në marrëzi marshtorët e Otës dhe të Grutës. Ai që është luftëtari i lirisë në Beograd, është nga Imara, nga Borçi. Pra, vati ndihmoi vdesit shqiptar që ishin në atë kohë ishin pjesë e Beogradit, pjesë e mollës kuqe. Pra, edhe këta Himariot që vajtën i bën letër papës në gjuhë shqipe, Himariot. Kur vetë mbreti 1937 i tha mbreti rojeve, mbreti Zog, s'kam nevojë tha se këtu janë mes njerëzve të mi, që se i quante Matjan Krutan militor, këta Himariotët, plus edhe pjesa e tyre, kanë biemra shqip. Qysh e ka i Koka, edhe ti shton një se, edhe Kokas, edhe ti e grek, po të shtosh një biemër se. E ke Jani dhe ti e bën Janis Dendjas, e shton një se, edhe quhesh grek. Pra, kjo i marr që një patriotizëm i flak 3.000-10.000 do të thoshe unë, për Himariotët shqiptarë, 10.000 qendra e Labris, këngën më të bukura në botë të polifonisë janë Himariotët. Tjetër gjë, janë blerë, turp ta kenë për mua, ta kenë turp, që e heqin vetën grek, po s'kan përgjetur kur i porosis, apo ju them, troq, që s'kan përgjetur kur një det të dyti. Mbaj mendë. Himarioti do trajtohet fillimisht gjoja si një qytetar grek, po s'ka përgjetur shpirti paqe, do vuajnë kaq 110 atje larg, që kanë traktuar një kombë, një familje, një shtet, një vend. S'ka përgjetur kur vend, kombë, adet të dytë, kur. Po i gënjen mendja. Le të vazhdojnë. Po ne i duam prap, i duam shumë këta Himariotët që janë trima. E quani tradhtit laboriste. Jo pa tradhti e laboristë. Po ora ti mik, o gazetari nderuar. Bollanua, ky jo i sotmi, po gjyshi i tij në luftën e Vlorës ka bërë një lloj heroizmi Bollanua, sa e mbarova luftën e Vlorës, një lloj heroizmi që bëri të mundur ruante dhe kryente gjitha marrëdhëniet me shtetet, me Greqinë e tjera, që lufta e Vlorës të merrte jehon.
Bollano ishte, Himariot patriot, po sa, gjyshi më 1920, 100 vjet I bie, gjyshi. Ky Bollano sot del edhe devion, apo ky tjetri Beleri nga Progonati del ku Progonati me plisa në kokë, me atë antenën, edhe Gregu thoshe çfarë I bëj Progonatit se kisha pushtuar 1000 herë Shqipërinë, po çfarë bëj atyre Progonatit, dhe pikërisht 914 kur ta andartët grek të ndihmuar nga shteti grek erdhën përdallë Leskovikut, Ersekës, Përmetit, e dogjën 2 herë, u dogjën 377 edhe vranë 6000 njerëz në pordhunimet që nuk I kap dot libri I Freudit, dhe dhe këta Progonatit, këta ishin qendra që e thyen, që morën Aratin andartët grek, pikërisht në Mato Hasanaj, në Tepelen, në Grib, pra gjithë rruga Tepelen Vlorë. Morën darmën, këta grek që u thyen se ndryshe, pastaj dhe thanë, çfarë I bëni blabëris me këtyre Progonat. Nga Progonatit dalin sot njerëz të blerë dhe të qitur. Është rëndësishme dhe turshme kjo gjë. Si Bollano, si Beleri dhe kushdo qoftë ai. Po shoh si janë këta ti. Në qoftë se gaboi rënd zoti Berisha di që vuri një minoritar me komsi në kryetari I Mare, që ishte Beleri në atë kohë, gabimi më të madh e bëri ky kryeministi jo se imi nuk është kurrë I di. Kryeministi jo që vuri në anën tjetër, për nga PS-ja, vuri prap minoritar. Çfarë do të thosh me këtë? Që I Mara është minoritare. Pra, nëse vinte kënaqje, e bëri ai, e bëri gabimin, e mat. Kjo është një arsye që edhe u shputëm totalisht. Jo se kam qenë ndonjëherë me PD-n ose antar I saj, por nuk e kuptoja dot kurrë se si mund të ishte Beleri kandidat për kryetar bashkie për I Marën, një minoritar që ka bërë dhe ato që ka bërë, që dihet. Po gabimi më I madh është I tjetrit, që ky vendosi pjesën tjetër, e vendosi po minoritar, që ai është djalë shumë I mirë. Zoti Ivan Gjuqi, unë kam shumë shokë edhe mik atë. Është djalë shumë I mirë, por në fundit s'kam gjë me atë, që është sot aktual kryetar bashkie I Marës, po kam me këtë që politika shqiptare, me kryeministin krye, vendosi dhe tha botrisht që I Mara minoritare, por të rrojnë qamrit në Sarandë, Tepelensit në I Marë, apo Tepelensit në Sarandë, sepse Saranda I Mara fini që do kishin ikur për lesh këtu e 20-30 që ka filluar demokracia. Po të rrojnë Tepelensit, që janë patriot, lebrit vlonjat, që janë patriot, që zotrojnë prona në I Marë, apo në Sarandë, apo në Telvin, edhe e ruajnë ende të territor shqiptar. Kjo është. Profesor, falenderoj shumë për bisedën. Jam mirënjohës shumë, sigurisht e thash edhe në emër të publikut, edhe shpresoj që të ngjojmë sërish për të folur për gjitha këto çështje, si duket sikur janë harruar në kujtesë, por brezi I ri ka nevojë shumë për të shkundur. Falenderoj shumë, profesor. Mirupafshim.